çojnë në autorësinë e veprës penale. Okej, mirë, nëse nuk e kam Pjetër Gjokën, e falenderoj, e kam. Atëherë, Gjoka, tani jemi, mund ta vazhdosh aty ku e lam, më thatë 5 raste, apo? Po, më dëgjon Gjoka? Po. Atëherë, nisi aty ku e lam që e ndërprem për shkak se nuk dëgjoje mirë. Po. Tek rastet, 5 rastet të reja si më thatë në fund. Po. Okej, nuk ndoshta të vjen me vonesë. Atëherë, zoti Gjoka, ju thatë që gjatë tyre viteve keni arritur të pajtoni mbi 70 familje dhe aktualisht janë mbi 35 në gjakmarrje në qarkun e Lezhës, por një pjesë janë që vinë nga, nuk janë nga Lezhë, por që vinë nga qytete të tjera. Pyetja ime tani konsiston këtu. Ju do të bëni tani përpjekje, duke qenë se në gjakmarrje tani janë 3 familje. Atëhere ishim duke folur. Po? Ishim duke folur për statistikat e familjeve të ngujuara dhe në Hasmeri, dhe isha duke trajtuar edhe 5 familje tipike. Po? Që u është liruar njeriu i tyre i familjes nga burgu, për vrasje, dhe është përsëri ngujuar. Mbasi nuk familja e Hasmit, akoma me gjithë se ka mbaruar dënimin, nuk u jep besë, nuk i përthill, ato nga frika një gjakmarrje të mundshme, janë ngujuar brenda. Dhe kjo... Këto 5 familja në Lezhë? 5 familje të tilla. Po, në Lezhë? Në Lezhë. Edhe pse e kanë kryer dënimin pas i ka vepruar drejtësia? Po. Kjo është shumë e rëndë. Mirë po imi përpjek të ndërmjetësojmë, nuk dhe thot që këna mbyll, as nuk e hapim, e din vetaj. Po din vetë, të kemë me evro, të thuj të hapet, vend garancit për këtë punë dhe vazhdoj jetat, integrohet. Por kjo nuk kemi mujt me zhjith këtë muhabet, dhe kemi probleme. Dhe ajo që desha të në nënvizoj, falë punës misionit, Lezhë nuk ka fëmijë të ngujuar. Ne kemi pas fëmijë të ngujuar, para 2 vjeç, dhe kemi arrit falë punës misionit, që fëmijët të nxjerrim nga ngujimi, vazhdojnë shkollën dhe të integrohen. Dhe kjo është një arritje. Megjithatë, ne na shqetëson shumë, sepse në Lezhë, për 1.000 arsye, problemet janë të mëdhaja dhe kemi një ringjallje të gjakmarrjes e hakmarrjes njëkohësisht. Dhe ajo që ne nënvizojmë përveç faktorëve të tjerë, që ka dalë nga zonat perindore, tu në Lezhë theksojnë sepse këtu janë bërë shumë vrasje, disa vrasje, jo shumë, por disa vrasje, që nuk kanë autor, janë të pasbardhura. Dhe kjo le shumë për të shuar, dhe kjo është një premis tjetër që njerëzit të vazhdojnë ashtu në menën e tyre, të vrasin, e të morin gjak, e të bjenë gjak e ku ta diun se çfarë. E qartë. Dhe na ka kriju një kaos, një Babiloni, që ne e vështirë